Trump nuk bëjnë punë të kënina kana. Call me. Call me, please, apo vjen pak për me kam se ngom. Vetëm më thonë call me. Po, më ke thonë call me. Po. S'ka vlerim, po veç pak ti ta krym me Trumpin. Do mon atje gusa s'folan me shit, do gusa në Shqipni. Zgjedhje në Maqedoni ka thonë kryeministri. A jena live, a? Apo më dëgjojnë shikusta? Se më zënën të shpjenoj ta. Jetën para se të tush Mirë Mrama kalzon vëlla shka të ndodha, ma banë serias për me. Ose hajtë të njerë Mirë Mrama tani Mirë Mrama mi që mi kesha jemi në emisionin e 120 javë bashkë me ju, bashkë me Fadilin, na në takatin tonë ta qatë sot dime, qatë sot mujmë, mënohemi mi përmledh temat e javës me nëzirë në parë dukuri edhe pozitive dhe negative, me të regu realitetin e kësaj shoqënie të cilën ne kemi vendosë këtë pjesë të mbetur të jetës me ndonë në këtë ambient i mire, i keq, toksik e jo toksik. Ja që fati jonë ka qëllu të jemi këto, ne provojmë në versionin tonë, mi thonë, në mënyrën tonë, i shpjegojmë që ashtu që shdim, na ju falenderojmë pa fond që jeni gjithmonë bashkë me neve. Mos harroj me cek, jemi emisioni ma i shikuar në vend, për qefin tuaj dhe tonë, një subscribe në YouTube, dhe të njerë në abon. Kështu që Fadil, dyja jam flak, na shpeshere kena thonë emision, katuni digjet e kurva krihet. Kështu kanë thonë. Me s'kesh ti, a ka unë si me s'kesh se vërteta, jo të të tregoj ishka. Jo, për me fillu edhe me një barcolet. Unë në dishtë në kalzon një send vërtet. Jo, po e tregoj një barcolet, mas ne ti kalzon një send vërtet. A ti thamë edhe në Mirë Mrama pak? A po thujo. A ti se prime e kam. Mirë Mrama popull i dashur, popull që prime e kam, po bojnë as gjidhje, as i zgjedhje, s'po kena zgjidhje, tani edhe kur po kena zgjidhje, s'po kena zgjedhje. E vërdet. Kryetari i Amerikës një i vjetër, ka marrë emrin, ka thonë, gazetaria është me i thonë senet popullit ato që s'dënë me i ndëgjo. Gazetari është gazetar ai që i thot gjërat që populli s'dënë me i ndëgjo. Unë jetonim, ka njerë i thojnë do përsen edhe që s'dojnë mi ndëgju disa, që s'ju konvenon dikujna, po ne dojna me majtë që ato që me i thonë senet edhe me i thonë sikur në kafe, sikur me ka me juve që të në shpi, të i ba muhabete, të i ba dert këto punë, që ka po ndodhin, unë e para emisionin t'ja vona jetonit, a mund është beblau më kalzu shka të ndodh. Në Shqipni protest, në Kosovë për fundë dunë zgjedhjet, hopën një 130.000 vetë, s'dëllën me votu s'diku tretën. Në Maqedoni, kryeministri Maqedonisë ka thonë para 2 ditëve, unë jam i gatshëm për zgjedhje. Presidenti Serbisë ka paralajmëru dorëheqje. Ka paralajmëru dorëheqje, Edi Rama ka paralajmëru heqje. Po, që në kryet e herës do është me tregu një barcolet, një pyll e murë zjarë, malë, që shqitojnë, na? Edhe u qunë dha krejti madhe i vogël, mëna ishin me shyma të zjarë. Po në ndërkohë tha peshojnë edhe një mickoj. A i thë një mickoj? Mickoj, po, mickoj, do të vogla që të pickojnë. Një mickoj e kishit një pik uj në krahun e saj, edhe shkoj këtë drejt zjarit. Më qaqë. Edhe po i thonë, qka po bënë ti mickoj? A din dha që ki pak kapacitet. Tha për me shim tonë këtë zjarë. Tha unë vërtet kam pak kapacitet, apo me këtë pik uj, unë tha po kallëzaj në cilën anë jam. Edhe unë e përdo me kallëzu në cilën anë ti, nuk është që mujna me bojt shumë, po ka një pik uj në krah, e qesëm, e jo që mujna me bona i sen me atë pik uj, po veç me kallëzu në cilën anë jem. Pika mushet pusi, po unë përdo me tregu, do manë sa do që je i vogël,
tha njani me një fjalimin, e ndëgjova shumë të fort, unë për mbledhi jetën me fjallë të mija, tha, sa dhe që i vogël edhe i dopt, do më hec për para me fuqin që ke, po lidhet keme Me qatë takat? Me qatë takat lëmë zëtënia. Po. Kështu që, jetën, një rizimi, Po. ka mja mojt veran. Qure pati, për një me na Ballkanën në përgjithësi edhe kur po flas gjithmonë e marr si pikë referencë Ballkanën edhe kur flasim jashtë kamera. Domethënë na jemi njerëz gjallë dhe gjithmonë kemi familjar që e ka një smundje, që ka nevojë për shërim, për ndihmë, për mjekësi, për ato, për to. Takohemi me ato nevojat e përditshme të qytetarëve. Që takohen secili popull e secili vend që ka njerëz që jetojnë, përmojnë. Kombinimi gjitha mosha. Për shembull, në momentin që Zoti na rujt smuhet një familjar, hapi parë është çka menon ti? Menon që këto është problem, do të më dalë dikun jashtë, më shëru dikun jashtë. Domethënë, krejt janë këto që ty të shkojnë në përmendje. A di pse po ndodh Fadil, sepse na kena politikan të çoroditur. Domethënë, gjoja e parë që e menojnë, i menojnë zgjedhje. Sepse apëzhe. Domethënë, që kjo është që ajo që menojnë vish për zgjedhje. Sepse duke mos ditë mjë botë share problemeve reale, thojnë, hajtë që një 3-4 muaj e shtymë që me zgjedhje. Zgjedhje që edhe aty në Kosovë, zgjedhje në Maqedoninë Veriut, zgjedhje kërkon. Zgjedhje me gjasë edhe në Shqipëni, zgjedhje me gjasë edhe në Serbi. A zgjedhje? Zgjedhje, jo baba, është ja petë kur t'bjen smuja, petë do të me menu Gjermaninë. Turqinë. Ose Turqinë, ose atje, tani kur thejnë, thoni, ose themi, po të rjepshin, mirë kështu po veç, po të rjepshin, po të rjepshin. Krejt ideja është që nuk e di qysh kena me dalë për këti bataku, nuk e di qysh generatat e reja kanë me zgjidhë këto probleme. Krejt vajet i kanë qëta që janë të në këshirë. E vërtet, nuk mëj me thonë që është komplet. Prit, votën. E pa ta fjallën për popullin, për shikusit tonë të dashër, më të mirë në botë. Ne të vetëmin armë kundër politikës edhe keq menaxhimit edhe keq politik bërje se kemi votë. Kështu Fadil, nisan me votë. Me që jemi të vota, për shembull, e falëm pak për punën e Gjermanisë, a ke pa se cilë shqiptarë që shkon në Gjermani e mësën gjermanishtën, ose mësën frëngjishtën, ose italishtën. Për shembull, ju në Maqedoni nuk e kuptojnë një semë. Ju keni vendosë me jetu në kitë shtetë, e në kitë shtetë jetoni Maqedonë shqiptare shumë etnitete. Vlla, kur ti vendosë me jetu në qitë shtetë, ato të me mësu gjuhën, vlla. One e kom mësu gjuhën. Tash në qofë se ti donë mu bo, për shembull, doktor, donë mu bo noter, donë mu bo advokat. Vlla, bo është doktor shtetit që në Shtep. S'ka lidheve ku të qënë shtetit. Jo, po monet. Me ditë gjuhën e... Jo, po, qka për du me thonë? Qënë në Shtip, apo më kuptan? Po, edhe du me folë maqedonisht. Du me folë maqedonisht. Qysh mja shpjegu Maqedonit te Shqip, së të merë verë. Po, ama dhajt... 100 years, we fight for our independence, we deserve our freedom. We E trupoj ma betin që. Jo, për nga gutaj, po du me të tregu një qka. Edhe Maqedoni, nëse ka vendosë në nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit, edhe kanë shkruar aty që po jetojnë bashkë. Sepse, të kam thonë edhe
peshe kemi diskutu me këto gjeneratët e reja, ka thonë, si është e mundur me pas një luftë dhe një konflikt brenda për brenda dhe mes me unda. Se zakonisht luftat banë për ndarje territoreve, apo. Këtu ka ndodhur jeton një projekt të cilin e kanë një konflikt, po një projekt pastaj që kanë përkrahur amerikanët dhe ka qenë marrëveshja e Ohrit, sepse ne jemi popujt vegjël në këto treva, unë e kam thonë edhe sistemi i ekonomisë është i marrum për 8 milion e përpijet. Do nërë 8 milion, as nuk llogarit. Me që dhe na në emisionin në 80 minuta nuk du të me lonë se ku kanë shku gati 15 minuta. 15 minuta? Po na e banëm kështu debat. Okej. Përfundoj publik joni dashur. Se njësëm një debat që s'ka fund. Ja urojmë krejt fëmijëve dhe shkollat fillore të mesme përfundimin e vitit. Fëmijëve të fakultetit, përfundimin e vitit shkollor. Ne dojna me satirizu, sepse kemi qenë kogja kritik për sistemin e arsimit, edhe përmundohemi që edhe ata që janë përgjes në për ministri, edhe prindrit, edhe gjithë ata që vendosin politikë bërje në sidomos në sistemin e arsimit, duhet ta kuptojmë që jemi 2 gjenerata, po vjen gjenerata e 3 paralele që s'kemi kur gja me ta. Absolutisht. Të mos na lidh kur gja ish na shkojnë të shtëpia, ata janë të fol diçka tjetër, e folin gjuhën angleze, qyrin rrjetet sociale, edhe ndodh që kjo, domethënë që kjo videoja që do e shohim tash. Urime, përfundimi i vitit të ri shkollor, dhash Zoti që në shtator të kemi një sistem pak më ndryshe jeton, të inkorporohen inteligjencë artificiale, ajo kjo. Çe këshir, që shka përfundu viti. Ka mujna me inkorporu në i sen sa i përket zgjedhje, arsimi. Arsimi. Çe këshir. Që shpëngjë me menu për arsimi. Që shka përfundu. Ta pëllujnë kështë e kokokë. Ai, qari lazi. E tash qari lazi, ngom tash vakt. Jo, më falë, se u ledhë keq. Mos me qënë azil. A e din atë materialin, mos me qënë azil. Tash do e lëshojmë dhe do e lidhim. Do më thonë sepse, mos harroni një diqka, kur i folëm unë e jetoni këto senet në emision, e interneti nuk harron, kini me kuptu ndaj kush që se ka marrë vesh, shka po dojna me thonë. Se vjen vakti shpejt, fëmija rritën edhe të qojnë në azil. Edhe adi pse të qanë? Në dëmë plegjve, edhe adi pse të qanë? Se ta mon me në idhnimin. Na mon idhnimin men që e ke qunë shkollë pa lidhje. Qengo? Qengo, ngojnë, shumë lërim të ngojmë. Më po i thoja vajzës time, të lutem, kur të plakem, mos më qonë në azil. A i di si mu përgjigja jo? Edhe unë nuk doja të shkoja në shkollë, po ti më qoje. Do më thonë, kanë me na qu në dëmë plegjve fëmija, vishë pëse i kena qu në shkollë. A dy pëse? O blerim. Po jo, s'ka... Po për kur gjonë do më, a e din ti që hiç sens mësojnë, a i djallë jëtë folë për Matrixin, këta i vizatojnë 2 marë, 2 prapë. Unë nuk e di ku kanë më nga qubish, edhe unë me Qa që ku të qojnë? Jetë pa i kup nuk me lanë. A më ngam? O, hisë kam që në kushqip qëtë për të dirës nuk o. Pasha, zotin dhe jetan të qanë vrenë ngam. Bila nuk të më ka që se pati nuk o me lanë. A unë e po të thamë, vëllohaj me fatë që s'ko me lanë. A i ko me provu. Mua, okej. Na... Qërëve të farë të regje. është kam shten me flisë. Jo, shumë jetë të flisë. Qërë, veç pak. O, se i ra. Do ma qënë qërë të regje i nërë, që kjo është sen jeton. Unë i kam thonë, për materialet që do të vinë, për nuk e dija kena vakë para marketingut, unë kam thonë që senet që janë me vlerë kombëtare, do më thonë ushtria shërimtare, logot, flamuri, duhet të më mbrojti me legjë. Do më qunë një parti politike dhe me thonë, vlerat e luftës kështu, vlerat e prindit kështu, sepse ka legjë. Unë e për cilin e avokat në Kosovë i lëshon do video në TikTok edhe në rrjetet e tij sociale, do më jam befasu që për shembull
në Republikën e Kosovës është e detyrueshme me u kujdes për prind. Ligjërisht e detyrueshme. Në bazë të kushtetutës. E tash e merr flamurin, ja vesh qenit, ja vesh magarit, ja vesh. Ka degradu gjithçka. Se më t'ja pas ros asaj me njëherë me procedurë shpejt një 5 vjetë burg, që ty ben ta kish pështjel qenin aja më kur. Bre qenin. Jo asaj, po... Lësho e blerim viq pak se... Qaj që e pështjel qenin. Këshyre, lësho e blerim materialin, lësho, që? Nuk është e inxhinierume me inteligencë artificiale. Jo, kjo ka ndodhur tash protestë. Montazh është në protestën e revolucionit Flamengo. Revolucionit Borghese Ne francez. duam Flamengot. Revolucionit greko-sërb. Flamengot i duam. Po s'pe vetë në herë Flamengon, apo të dënë ty. Ti pe dënë Flamengon, pa e, so ka dënë më të Vërë, që ti fare Flamengo. Që ti fare Flamengo. Jeton, na e kemi marrë një material edhe e kemi montuar Edhe kemi çmontuar. Tani, montuar. Për me tregu lësho blerim edhe njerë qenin me flamur edhe lidhe me njerë materialin në Turqi. Flamuri shqiptar dhe turq, e kemi va një montazh dvogël, kështu me këto kap-kat, map-kat. Lësho e blerim. Me quq mesazhe. Mesazhe. Lësho. Dhe më dhanë, e bjen flamuri prej shtyllës në rreth rrotullim, zbresin ata me vetur, e palojnë, e pastrojnë, e bajnë, edhe e ngrejnë flamurin prap. Flasim për turqit. Ne qohemi flamurin kombëtar, ja lidhim qenit. Logot e UÇK-s i blejna në pazar 50 cent. E ka njek Shqiponjën në protesta të revolucionit Flamengo. Qa po mbelqen që revolucioni Flamengo. Ngjyra. Që e ka njek Shqiponjën, stejme se UÇK-s, edhe e kanë shti Flamengo. Dojnë me nërrodh E flamurin? kanë shti mrena për mrena stemes, e kanë shti Flamengo. Revolucioni Flamengo. Hajde të njerë. Flamengo revolut. Allah. Drejtat e qenëve kemi me pas problem. Jo ve drejtat e qenëve, na nuk morëm me qenin, na morëm me ato që ja ka lidhë flamurin e me pronarin e qenit. Revolucionit i qenë. Okej. Jeta. Revolucionit qenit. Na po shkojnë... Flamingo çka keni me flamingo? Jo, kur gjo s'kena me flamingot. Na, kur gjo, Flamingot, hiq kur gjo, jo Do të s'kemi, jo. bojnë Flamengot çka të dojnë. Neve nuk në ka dhënë pare Greqia, kështu që s'kemi kur gjo me Qore, flamingot. edhe puna, dua disa gjona se po iken koha shpejt. Mos më ka dhënë Greqia, mos më ka dhënë pare Greqia, valla jo, as Serbijet për ty se di. Ja, mu me rubla. Me rubla pa kusha, a më në pillokarit? Që së më bëgjojna me në vashnic që i merë rubla. Rubla. Jo, unë e di një vend ku ma. Unë e di një vend ku më nësh. Primer. Po, ata kalzoj. Po, një dikejt. A po shkojnë atëherë në Prishtinë në njerë? Po shkojnë atëherë në Prishtinë të partneri jo në zyrtar, mas në lasht zoti, pata. Dhim të adhomit është kasa vetë në vete, kur të ka dhim të adhomit nuk di njeri qysh me i bo ben vetit. Pra, për krejt jo që momentalisht jeni duke po emisionin tonë dhe duke shiku televizionin Alsat, mos harani, ku dhem dhami shkon guha, e ju do të me shku të koronadentin Prishtinë për me eliminu qatë dhimën e dhamit, për me i ba dham të ri, për mjë në gjitë fmive, tela, mjau drejtu dham, me ba implant, me ba venirës të gjitha, në Prishtinë, Dardania të ju pre doktor Shefki Hoti të koronadent. Kështu që, në Prishtinë të koronadent. Faleminderit shumë koronadent, na shkojna me marketingun dhe të kthehemi, do rrini me neve se kemi materiale interesant. Tani, mas neve e këshirë një futbolle, prime e kam.
Jemi rikthyer me revolucionin Flamengo. Në fakto, revolucioni Flamengo, po vish po më pëlqen si frozë. E krytëm, hizdu. Na, po dojna Omar me do fenomene jetën që prime kam i ka nis. Fenomenin kur ta poshe. Jo, po dojna më marrë me fenomenet të cilat po në largohen, ti tha unë s'leja ideali më më qumu nëse vajza në azil të pleqve, ose që shithojnë në dom, okej. Rallafi, gjyshja dhe mbesa. Qelshua, kolegu jonë nga Tirana, Blendi Fevzije ka pakit materialin. Nga revolucioni Flamengo. Që mban hopa mbesën, buzdetit, çfarë video e bukur. Ka gjithë kohën që hecën edhe mban në krah, si duket vajza ka problem me burët, qyshja me zjecën vetë dhe gjithë kohën e ka mbajtur vajzën krah. Na le pak zonin. Është e mojtë në shpinë. Shpinë, okej. A i thoni me blerim në shpinë dhe... Po, na thonë në shpinë. Jo, tjetër kune kam qëllim. Jo, du më kap me sto. Jo, ti kapu me ata, po du me ta thonë një diçka le materialin le shkanë. Do me thonë, për deri sa kjo gjëja është shumë normale, ka orë koha që na gjirojmë, edhe ato më gjiron Blendi Fevziu, gazetari madhë, edhe e bën temë se një gjyshe për manë besën e vetë në shpinë. Du më nuk respekt për gjyshen. Po, su konë temë kjo të na, së konë. Kjo konë diçka normal. Normal. Edhe mbesa me majtë gjyshen e minimum, a konë shumë normal. Ana sjeltës, erdhë puna, me kap na telefonin, qështë e ka kapaj kamermonit është, edhe, jo, më s'kesh, se t'zuna, ja, më s'kesh. Sa e telefonin. Këto, jo. Ti ja ki me kesh, do më thonë, ja, letë. Ja me kesh, ja me kaj. Ja me kaj, janë në bërë. Oj, zëtë shqyrë që bebojnë e bilet dikën me kesh. Po, seni ma i mirë në botë, është me mojtë me botë i kujna me kesh. Ne me a më peqë jëmë qjetë. One nuk thash, mu më shu grësht. Jetën, e thash, videon që e pam, Nissan që akon normal, tash bëhet viral. Ky materiali tjetër ja kushton 2 minuta nonës. Po i kemë qëto sene të qysh i kena ditë, bre, nuk kam kunder kur gja kësaj në vajzës që i ka po materialin, sepse duke e pa që po ikin gjërat, njerëzit po mundon me bëdhe materiale me thonë, e këthenu të nona, qëllë një telefonin, shkoni viziton, e qëllë shu e vlerim. Qëfar ke ngrënë sot? Vishu, se doftohesh. Kujdes, e s'ma avash. Këto janë disa fjali që ne i kemi dëgjuar aq shpesh, sa që na duken të zakonshme, të përsëritura, edhe ndonjëherë të bezdishme. Tashmë jemi rritur, kemi shtëpin ton, kemi familjen ton, përgjegjësitë tona, dhe dim të kujdesemi vetë për veten. Por për një nën, koha nuk ecën njësoj. Ajo ende të sheh si fëmijën që dikur mbante për dore për të kaluar rrugën. Ende kujton festën e abetares. Ende kujton kur të doli dhëmbi i parë, edhe pse ti sot je bërë burr. Dhe sado që të kalojnë kohët, një pjesë e zemrës së saj mbetet e lidhur me ty. Nga ana tjetër, je ti me punë, i zën, me familjen, me fëmijët, me jetën që vetëm vrapon. Të bie telefoni dhe në ekran shfaqet mami. Ndonjëherë mendon, do ta marr më vonë sepse ajo të njëjtat gjëra thot gjithmonë. Por nuk e di se çfarë ndodh me zemrën e një nëne kur telefoni bie dhe nuk merr një përgjigje. Kalojnë 5 minuta dhe ajo fillon të mendojë. Kalojnë 10 minuta dhe fillojnë të bëhen skenare. Mos i ndodhi gjë, mos është sëmur, mos është mërzitur, mos ka ndonjë hall që nuk ma tregon, mos guxo t'ja mbyllësh telefonin për ta marrë pastaj. Përgjigju tani. Ajo do të sigurohet që ti je mirë, sepse telefonata e nënës është përqafimi i saj kur duart nuk arrin deri tek ti. A e kuptoni të ndash respekt për gjitha nënat, do më respekt për gjitha ta njerëz që kujdesen për nënat. Por e thash, pse që tu tash jenë bo temë? Do më a kemi njës na shumë mu evropianizum? Jo e na bo mamuta. A mamuta zatë? Po. Okej. Do në spjatë qeli nonës telefonin, ne Hajtë se ma vonë. edhe shkruan me njonën në Facebook që atje që sa... Ja, mori hinë scroll TikTokit. Kështu, vështë 16 kilometre i banë. Speti ka njerë Fadil pakon destruktive, dekurajus me nej që
I ka ardhë funi. Na kena thonë, e ka shlajfit. Perni me, po. E ka kapërcirë të mëzërën. Një dhamë e ka shlajfit, bota. Edhe perni me, unë menaj që zote vishë është në akëshyrë. Jo, i mojtë të në akëshyrë, a në Jo, në kuptimin. Jo, të kuptoj, vishë dhe ku po shkojnë. Ai gjithmonë në ka këshyrë, por në fakt citarë ka thonë, i një bozë zullëm qarë. Ama, edhe zullëm qarë. Edhe qërimtar në ka. Ase qërimtar, ose zullëm qarë. E, hajvanat. Sakt. Hajvanat. Qfar hajvona? Qfar hajvonash? Na nuk e kena problemin për 60%, pa e kishëm problemin edhe për president. Qysh Fadil, në qofë se ti, për shemë, e kap telefonin edhe bën një video, edhe ju referohesh njerëzve me terme të caktume, pejorative, jetë, një dy jetë quhet në kam thënë, kjo ka lujtë. Ja. Dikush, babush, collak, sherit, medal, gjinja persutation. Ja, nuk o bashkë collak, se ti s'peshep, o shuket e pu është o pak ma vesh, shuket dana, jo se... E pat një kese e kishë në gjitë, dishka... A pe kuptën, babush? Në më thonë, ti me konë vesh të deshin e të degenerojnë. Të degenerojnë, sakt që dora se ma... Orno, pa tjetër unë jam këtu për të... Ty kush desh, del sherit i dhojnë, ja se ti s'peshemin, se ti si... Edhe thojnë, qashtu e ka punën ajë. Se pivje zhege, e ka një farë zapollime, një farë zjarmije... I ka orë kredite, ti eshe culaka, eshe gjyshëndesh. Tani po thu, ti për pere një është të natërë. Edhe qëra Fadil që pëtam, nga me mende. Mos me konë fëmija edhe gjonja, ma ti to ka nga kilshu. Mos me konë njerës të mirë të vogël, kjo. Me të ndur të nalë berim. Hajtë pilçaj në herë tani kur të bëhat. Njani e tënë, i kishku të gjomë, pëlqove materiale, mëse për spjegojnë materiale të ta shojmë njerëve? Hajde shumë e këshin rej, ha? Shumë e këshin rej. E rënd, edhe kjo a interesant, e rënd në shumë... Sheja blerim zonin të ta ngojnë publiku, shkathojnë këta që janë të inqizu. Edhe ata që vinë rejshit. Myte! Myte, bërë. Myte. Që kjo a njëjtë si kuraj cëlloki? A njëjtë si kur cëlloki? E që dërë, misë. Je për me kam, a është njëjtë si e cëlloki arë së tuk to? Këto është një problem që na e këna pas një material në ashtu në emisionin e kalumë, ose të para kalumë, ku një studim ka të regu që 1.2 miliard njerëz kam problem me shëndetin mendor, e kja na i dëshman ato që njerëz të kanë bo me statistikë, kanë kalëzu, heq e blerim mështë i shumë të skenat të mërshme. Për një me këto skena, na i këna po veç në vendin shumë të pazhvillume, ose ku s'kan legjë, po kanë ma legjë, ama pse po i shumë edhe të na vlezrit tonë të bo skenat të tila, për një me është shqetësuse, për një me është e frekshme. Qëre kriministit çfarë skene ka bëha, da me po? Hajde të shumë. Qëre kriministin çfarë skene ka bëha, qëre? Zërat, Shëzonin, mrena, lëshoja se s'penim. aty ke... Si është ajo? Publikioni dashur nuk është AI, e dirama për Amerika, e dirama kriminist. Fantastika. është imitator. Blogerat kapin në
t'kapin njëri tjetrin, njëri të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe Ta qyrën për Sopitan. Ku farë përësia madhe. Unke. Fadil, ona nuk përdu në kuptimin edhe mu ngatru në punte vëllezërve tonë në Shqipni, sepse nuk i dim se. As nuk më përket mu, as se një mirëqenien sociale, po, këshëre, për shembull, Edi Ramën unë e simpatizoj në kuptimin prej kur në Beograd i pa thonë fuqisit në palatin presidencial që Kosova është fakt i krym, o shtet i pavarur, të pëlqej ty, aje kape jeka dëgjusen. Edhe qysh me thonë, e kryqin i punë, bla. Erë në shpet kalzej. Jo, i shkajati se Musa. Po dhe, në shpet. I shkajati i armikut. Edhe i kalzeta Kosova, tha është e pavarur. Kjo është e vërteta Shqip, qartë, midis Pashallukut Beogradit. Ta shka është ideja, vëdi. Po këtë regimi jam, do më thonë, është vëqë sentimental që a ndjej unë. Po mirëqenja aty në njerëzve që jetojnë, ata e dinë ma mirë. Po çka nuk pajtohen me një pikë? Çka nuk pajtohen me një pikë? Është që Amerikanët kur vinë me diçka, ose me thonë kështu mos me zgatë. E ka thonë një autor, ka thonë... Mundësh, ti provo se mundësh. Ja ka thonë, me konë kundërshtare Amerikanëve është shumë keq. Me konë mike Amerikanëve është keq. Sepse me konë kundërshtar është qa që i fort, maf të bënë. E me konë mik me Amerikanë, ka një heri kanë do kërkesa që të qare, pa i realizu, nuk i. Po çka po ndodhë dhe na, po ndodhë interesant, si në Kosovë, si në Shqipni, diçka ka ndodhë një faqe zezë, Fadil, që te na po refuzohet gazi lëngshëm, Shqipni po refuzohet projekti i vajzës të Trumpit, edhe këto dyja lidhen me Trumpin. Çka kena marë mësysh, shto? Nuk këtësaj, pendja këto. Në marë o grak. O grak i thënë këto. O grak, mësysh, ha? O grak. Duhen rotroni këti A shkri një plëmja? Në grak kur të më qenë. Do të me prish akumulatorin, kujdes kur të nëzër një kiselinën se më në mjëron të isha mja u Nëse përdorni këtë në shtëpi tua, ja, Po. ashta janë do të mja qili warning. Edhe, Jeton. qa dole ti? Drejt për të kalëzaj. Vish drejt. Ku shkujnë në Turqia, ke pa të Turqit bujrum të kapin zhag. Turizmin nuk e kam bash detin e mirë, për me kam. Ja, më Allah me kam. Edhe në për Bugari, ku shkëshin Greqisht të për me kam, deti uj, apëtin, nuk e ka si kur Shqipëria. Ja, Shqipnia ka shumë mirë. Edhe lidhën a ke pa, dy detna të cënëve në. Na deshtu, thamë, hajtë ta përbojnë, ta bojnë një gjysë Dubai që atë, apëtin. Slajnë. Slajnë. Revolucioni Flamengo. Qërënjani e tha shumë mirë, e tha, e bisedova këtë punë me një njëri edhe që ja vlerësoj menimin e tina. Tha, Fadil, problema është aty, tha se me thonë është keq kjo, investimi është për i me pa lidhje ma vetë. Me thonë mirë janë të botë protestust, edhe është mirë edhe a keq, sepse interesat jeton aty, tash janë përzi. Nostalgjikët e atina që i ka qa me kamgji, Enver Hoxhës, një pjesë e shërbimeve sekrete greke që një investim i gjigant i madhë me ardhë atë në Kojshi. 1.4 miliard. Ska lidhje, po do mund t'i hub krejt turizmin, ata menojnë pak ma gjatë, Akademia Shkencave të shteteve të Po, maru me i kanë. I kanë të maru në dhe nëse bëhat kjo, do të bojna këta, tash me konë me këta problem, me konë me ata është problem, mësë me konë me këta është halo problem. Do në është ta kun, unë e kësha thonë së di. One një e di, po vlasë në cilësinë si jetën, krejt qka vjen
Eu që e kopen rahmeti i Zotit, qa ka bëhet, o shumë, qa ka bëhet. Mirë. E ka pa mojen? Këtë që ka vjen për Shtetet Bashkuara të Amerikës menaj që duhet të jemi serios, sepse ata janë shumë serios. Jem konë shumiri, jënë. Shumë lërim që të material jem konë shumiri, jam shumiri. Jam shumiri. Jetën Zoganja. A ka mundësi se qëtë material e kom zgjedh, është pjesë e protestës. Vesh tuje. Jo, është pjesë e protestës edhe e kom marrë këtë fotografi me e lidhë. Do me thonë, ata është që ka shumë njerëz në atë protest të si me thonë, jo të involvuar, po ka dikush që këtë djali për shembull, e ka një shqetësim, thëtë jam shumë i ri për të pasur kaq shumë mall. Jo se shatje po. Unë po të kallëzaj. Jam shumë i ri për të pasur kaq shumë mall. Ju numroni kullat, e ka fjalën për ndërtesa e biznese, zene, unë numroj shokët e mi që ikin. Pulloj mirë po she. Unë ja, si Shqiponi jam. Pasha zotën këtë mosh je ka she, Ja, ranën e këm ka mojen të ja. Jo mojen. Mojen e mojen. Unë mojen të jam, anë veç jam e Shqipësi. Ka ka mojen. Si shqyni Shqiponje, zonë veç. Ja, a jetë më rëvesh? E ka pa mojen? Do me thonë jetan. Shqetësimi, njëri ndër shqetësimet. Allah e të mirë të me posë të emisjen, për një me po të kalëzaj. Ona? Shëm jetë e po të mirë. A ti ka je këto asje jesë? Jo. Po du me thonë, a ka mundësi më spjegu? A ka popullë shqiptarë këtë shqipsim? Jo, jemi të e ba. Unë ti, Blerimi, Kamermoni, Qoza. Farë të ndërpreva. A ka në e shqiptarë? Jo, a kemi në dhe që shqetsim përveç flamingove, migrimin. Pse nësë më ndërtu në asene për me arë qëto njerëzit më u këthy. Pse nësë me rritë rrogat e eran. Na i kena halë flamengot, leti, le, gjinja, merën cio miru, flamengo. Le, s'ka lidhë, e krytëm ata. Jeta neve më do këtë, si kura e fshinjë sa të dera e pastrusja, vedin, qështë në kanë orë puntë? E vërtit. Se s'pedi qa është e vishë tashë? Ja, e din. A di që thëshin të na e kanë mshel deren me bëth. Po, e kanë mshel deren me bëth. E kera një thonje na, mëse mshel deren me bëth. Dhe ma në kur shkojsh dikun, leje qel deren, do mëse mshel me bëth. Qyre këtë pastrusën gjëna, qështu më do këtë i kina punë, në alë shoble? Sa? Që kërë lem shisë një ta? Qërë ta? Që qështë du sak! Që kena punë, që Që. Hërën dera! Lidhja këti tash. Je, mërë blerim, le të giti. Një bish të fshisë. Një budale gjunë gurin, 100 meqëm, punë së një bojnë ati gurin. Që kështë e da? Hajde. Me të njashtë njerëzit. E ta vjen Amerika. E vjen Amerika e qelë dere. Ka dalë me bura shakini. Hajde. O, falderit, shumë respekt, je gani mrekullur shumë. Hajde, hini. Sa problem. Mesazh, bravo. Shumë mirë e ke gjithë materiale. A beshe që ti lidhi? A beshe që ti lidhi, jonë? Asë një material nuk je ka elen zgjidhë. Sa minutë të e më veç e ta, ka më nëzion kalzu? 40. Kur gjë për mara klipë. Që. Valla vetë mirë e ka, a më nëshme më na i këthi qëto me video se fort me ma thënë qaj. A hon lëpë. Fantastike. Ja bëjke kamerman, ja bëjke aja gazetare. A hon lëpë në zvejtë. Jëmë gjirë, qenë goë. Në një kra ishën konë, 200 konë, se... O, për të ma them në këmë. Ngoja pyetje tash. Qish më përvron? Apo honë me zveti ka? Po, honë. Shlijet të në angë. Këta honë me zveti, unë jetoni hojna një një tjetërit, shkojna me marketing. Kështu, që na i kënë. O, sa mirë me bëj lësë që zane. O, që. Unë
ka dalë. Se nisi emisioni Jena Oti. rikëthy me që mi Jena gjenda. këthy. Jetën, hajde pak pozitivitet. Njonët ju kish qu, ideja i kish rënë me ndonë, shqu me një sabah se e thash keq, i kish rënë me në kish marrë ti, kamerman një përmashinë dhe kish marrë një bicikl. Me bërmashinë, do mund bicikl elektrike. Kopja kun me bismillahe, Kjo akuja me gum të zeze, Këshire, e greqini biciklo për Këshire, në akuja mund është me përdorë për plët sene, do mund në zeshtin për dërim tronin, që? Ram kjo aku të zhvi për Prishtinë, ki për pjetë zë specialit. E fëllime, ideja fantastik. Që ta do të qazim nëse jetë e pa emisionin Jo se hagrajze. Jo, hagrajze. Qa ko me bateri qazën e hagrajze. E hangrajze, me hangrajze. Të shëzitë të rrota, shlaj. Jeta. Graj, se metëm, aty djallë, metëm. I kena të rritë sociale. Ja, masi po shkojna, te përfundojna me gu. Me gu? Me gjuh. Me gju. Masi edhe gjuha Shqipe, gjuha aja kjo, gjuha nej, gjuha knej, me... Po me lpi, me tash gju akullore akollore të gjuha. Japonest e këshin maru një gjuh original jeta. Dëbut që pasha zotin, më thanë, njën e kish... A të boni be, a? Po, njën e kish vetë bobën e njën e datë në Japonia, aje kish po... A kish po qatë farguën? Qatë farguën, që këshire guën. Hajde. Që? Japonezët kanë krijuar një gjuhë robotike të butë e projektuar, do më lëviz. Apo për shka kanë në përdore. E për tash kallëzojnë në emisionin tjetër. Me lepaja kollore. Po shkojnë në marketingun tjetër jetën. Me lepaj lepini. Me marketing. Lepini është aja e komusët të buka. Marketing të bërë. Vlerimit po, opa, nisi. Jeton, më kanë thonë që Zvicër zakonisht të plesht, që Zvicërën që mila lera, adi shumica. Se di, kam dilemat e mija. Ane, na mëjna me shkuve me se me pa, po thoi... Kam dilema, Allah, kam dilema. Ma ti mund është me... Gjë në apore s'kem, për im të përmbushën shpirtnesht. A do nështë apore kanë, pa ta në të thotë për nga brendësia. Në më në jena të mbushur për nga brendësia dhe... E vazhdo, ma knaqë zemrën. Zemrën ma knaqë. E ka për mojën, në të e, vish budalak. Mu nga thonë... A dhe kërë, ja, kërë arsjetan, që s'ki i atin të dhe, që na pare s'kim. Amo, zemrën e kena gjone, jena mikpret, që shenë, kur gjë e që... Ja, se një majnë në cishë ma të kjo tema jetën, që deshta me njësën dhe se shqiptarët, thojnë, jo e vla, Zvicrant kanë pare, po unë e qona kur du dalë kafe. Po. 11 ditës qona vim punë. Vëdin, Po, burremi me sene... Kuti, a ti delë, është e vërdet, vi që ati kur gjë zhikë për kur gjë si e. Jeset, se kësyrë shka ka Aty boj, zhigjet. kësyrë a implecni shka ka boj qëfar zhigi. Hajde. E ka e, vëgjë vetë, që. Që? E marat një aron një formulën, i hyvë kjerët, në mpleq një delë, shëtitet. Pas ka po kjerën në Betmeni. Vetë, shka do në bana blerim, Zvistrana, shta pëtin, plus e ka flamurin, me plus. Këtë gjithë plus është. Na ka mirë me bo flamurin minus. Minus. Edhe në Mazania dhe Kosovë, dhe më thonë një gjyrë kuqë edhe një minus. Pse? Se na gjithë në minus, jena gjithë në bije. Dajma minus. Po se këmë thonë sot mirë mroma populli... Ide e mirë, bravo, që dura, bravo, blerim, bravo. Shka për ma Pse ka Zvicra flamurin me plus, se gjithë në plus janë. Jo, e patentoj, zyrtarisht. Jo, ti se Ja, patentoj se unë e ja, se thash. unë e kopa. Ate e kope, ama unë ta gjujta. E gjujte ti, ti mund me gju, po hollë ki mund me kop. Ti e gjujte, unë e kopa. Qëra, na për mes mi shabë në stop vetëm popullin tonë dhe këto regionet Do të mi shoh dhe Zvicran. Do të mi shoh, ka pak Zvicran të Ata një janë- Kanades, po do me shoh, që një Për Kanada. nga aspekti sentimental jenë të thatë. Po, unë e menoj jeton që po Jenë shku, të papërmbushur. edhe një Kanades dojna me shoh. Po shoh edhe. Qysh bre 17 vjetë,
ikish gra aeroplanit me dokumenta falë. Qeni biri qenit. Lëshohë vlerim. Arrestuhet piloti i Air Canada. Fluturoi për 17 vjetë me patent të falsifikuar. Ja se thëjshe, viqna bojna falsë. O maqi bota nonën që se ka, o nonën o babën shqiptarës kë. Po në kanal. Ka shansë. Ka shansë. Nuk ka shansë kë pa e pas, një vegz. Në Balkan që të... Ja, edhe këtë material më prishë. Shkojna me jingle dhe vazhdojnë emisionin. Shkojna me jingle nërim se më prishë emisionin kjo. Dhe ishte të tërsen me tha. Fel me prishë. Publiki joni dashur deri sa shkojshin këto reklamat, a din që ndihmojnë. Adile kapi mo jenë. Po me kapi mo jenë. Na po shkojna të rrjetet tona sociale, domethënë Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, te nona Mikelit Budallis. Krejt, domethënë këtë rrjetet sociale na gjeni. All in one. Thuje ti unë po shkoj pe preki. Po, mos harroni. Me bë që tu subscribe, që subscribe në YouTube, mos harroni për çfarë. Te lajmet e shkruani alsat.mk, te alsati shkoni në Facebook qështu alsat.mk, në TikTok alsat.mk, shifemi në emisionin e 121. Hoqa. Aho, në mirë. Aho, shanë.